Qëre, rreth merre. Edhe të prezentoj unë me 2 fjalë. Ky është momenti që po sa arritëm në fshatin Morin të Drenicës, që unë me 3 shokë ja kemi mësye të shkojmë të motra e vogël e Hasan Prishtinës të motra Hajrije. Mirë dita. Në këtë moment do ta pyesim edhe këtë bashkëfshatar. Veç pak ju lutem, a bën më pyet diçka? E sa më rrim. Po, veç. Me prezant shkollë, pas sa më. Mos çarkulloni anë ke. Ti kryja. Ha? Jo, Ti kryja, po. Mos ta afrosh problems. E vetë. Po ti di unë e vetë se diçka po ti po I bën mirë atë ti. Mos çatu rremes. Çatu. Ana unë e lidh. Mos e zez, dilçat. Atë. Hiç. Data pas së non apo 10 jo sa. 10 nëntor. A e filloj ta? Vështë. Ti ha? Po. Vashtë. Ditë, cila ditë është? E hona. Po, të prezentoj kështu me ditë. Është ditë e hënë, 10 nëntori I vitit 1997. Momenti që posa kemi arrit dhe kemi hy në shtëpinë e Kamer Mziut, gjithësisht në shtëpinë e motrës së vogël të Hasan Prishtinës, motrës Hajrije, që e keni para objektivit të kamerës. Është kjo vizitë gjithashtu spontane që kemi ardhur prap me të njëjtit shok, unë Nusret Plana, nga fshati Milevci Prishtinës, Zeqir Gërvala, poet I mirënjohur kosovar nga Prishtina, dhe Hasan Gashi, kamerman dhe punëtor I hyjshëm nga Prishtina. Në këto momente patëm dëshirë ta bëjmë një bisedë të shkurtër, gjithashtu spontane, pa ndonjë koncept, pa ndonjë parapregaditje, pa ndonjë paralajmërim, që do ta vizitojmë motrën Hajrije, sepse ne kemi filluar një iniciativë që mendojmë që ka karakter plotësisht human, një vizitë që lidhet në kontinuitet me vizitën e motrës Hajrije, që para 5-6 dite, gjithësisht me 4 nëntor të këtij viti, ja kemi bërë motrës së Hajris shahides. Gjithësisht motrës së madhe të Hasan Prishtinës. Po në fshatin Kastriot, si I quajnë tash, megjithse përpara ishte quajt fshati Kostërc. Pra vizitën që ja kemi bërë motrës shahide me 4 nëntor, në ka entuziazmuar, në ka kriju përshtypje fort mira, edhe nga e vizit kemi nxjerrë disa argumente që ne konsiderojmë që janë të bollshme, me kuptuar direkt prej motrës shahide dhe motrës Hajrije, që janë legjendat të gjalla, motrët e Hasan Prishtinës. Prandaj, deshtëm që këtë material tonin, në këtë shirit të videokasetës, ta plotësojmë edhe me një bisedë të shkurtër, gjithësisht me një intervistë apo reportazh dokumentar që sot do ta zhvillojmë me motrën Hajrije, e cila është gjallë, jeton në këtë fshat, në fshatin Morin, është e martuar për Kamer Mziun, I ka diku në rreth 90 vite, por për të bindë me të gjitha që në vërtet me të gjitha argumente faktet që I kemi marrë nga fshati Kostër gjithësisht Katriot, prej fjalëve të motrës shahide, tash do të kemi rast të ndëgjojmë edhe fjalët e motrës Hajrije, çka e mundet me majtë në men, me gjithë moshën e saj të shtyrë, me gjithë shëndetin e saj mjaft rënuar, kështu që radhën tash do t'ja lë Bacës Zeqir Gërvalës, ta bën një bisedë të shkurtër, krejtësisht spontane, me motrën Hajrije. Urdhë Bacës. Ljoke ajo? Ljoke Hajrije, po? Na jemi ardhë me bo një vizitë
me bisedu me juve. Kemi folë edhe me motrën e juj shahiden. Ajo është motra jote e madhe, po? Tu paske edhe një shoqe tonën Nazifen. E këto, qka ke këtë... Rene burrit, ha? E po. Mas pari po të pës, sa vjeti kije ta mërmenja? Allahu, ja, 75-6. Ja, 75-6, 77 i ka mund. A kjo me vjetër se ti Po është? qysh jam re? Sa ta mërmenja i ka kjo se? Kjo, unë 76, 2 vjetë, 77 unë. Kjo 2 vjetë orë para meje. Edhe orë 20 vjetë, 22 vjetë orë të Po, bukë. e sa po i bjen para përësish kështë? E tashti, 70, hiqë janë e në qiti 2, edhe unë i morë 17 vjetë i morë. Jo, kjo ka 83-4 vjetë i ka. Jo, 80 po. Po ti po më thunë 70? Ka harru, Luki, ka harru, qëta shi bjen men, ka derdoj? Harrej. I ka në gatë 90 me dikon, po? Derdoj ngat i ka. E, po Ngat mirë. 90 vjetë. Ti e paske motër shahiden që është atje në Kastriot në Kostërc. Mëtën e kom bashkë që shihiden. Po, a ke qenë ma fërë këta ju? A je konë ma A je fërë? konë ma Jo, fërë? Allah, shumë po që i ka 2 mujde që si po. Që 2 mujtit. Shumë mirë po liva, 5-6 javë që në përë. Qashtu në thana. Po, motra e lije. Qashtu harran, s'ka. Po kem qef më nga kalzue, qka din ti, qka man men ti dhe qatë kanë thonë lesht, babe, none, tjerte. A ke një për Hasan Prishtinën, kush është Hasan Prishtina? Allah, kom një hasa Prishtinën e kom pas në vëllapin dhe që në një kom merë eri e vëgën. Po. E nuk mund në mojtë merë. Edhe me neve fol lirisht, ka din sukur me e vladku, me i pasi me vlasnitu, qashtu, kështu që mos u ngurro, kur gjë qka të disht, na imi ardhë, sukur e vlad që vinë të nona, ose me bisedue, kem qef me dit realitetin, me i dit gjonat, qka janë të vërteta, qka që janë të vërteta, qka e din që është e vërtet, lirisht thoje, sukur para vllaznive tu, sukur para vetë vete, sepse kur kush mos më na nije njeve, na njën Zoti, duhet me thonë të vërtetën për të na punë. Baba, ytë qyshe ka pase? Ahmet. E nona? Nona Zade. Zade. E sa vllazën i keni pas? I kena pas 3. Qysh i kanë pas janë Asa ata? Prishtina, Hiseni, Brahimi. Brahimi. Kush ka qenë ma i madhi? Ma i modhe Hasoni. Ma i madhi Hasani. E i dyti? Hiseni. Ma Brahimi. Tani Brahimi. E ti, sa vjeqare ke qenë kur ka qenë Hasani atëhere? E man men të heqa jo? Jo, në nuk e mojnë. Qysht kanë folë për ty? Qysht kanë folë ty për Hasanin? Motra kur ka qenë me re, shahidja, tjirt? Kanë fëllë, kanë thonë Hasani u konën. Dek në luft. U shku në luft. Kanë që u lesër që sa kë, kanë prunë. Qështë Hasani, Masalena u. Inda. Qështë. Në vëgëllë në kohë, s'kami në mojtë nënë. Nona e baba, kur ju kanë deka, a i man me anti nonën e babën? Po, që shë. Vëllë. Nona më ka dekë në luft Shabani. Luft Shaban Pëllushën. Shabani. E baba më ka dekë në kështë Shqipnijës. Motra Hajrije, sa vjeti ke pas ti kur ju kanë dek nona dhe baba? Sa vjeti e me ti se ti e konë me reja, po? Po me ja. Ti e konë e martuni këtu, kur të kanë dek ata, po? Aha. Sa motra, 3 motra i një konë, po? Shahidja është e madhja, po? Hava? Hava konë madhja. Hava e madhja, shahidja edhe Hajrija, ti? Ajo me madhja hava u kona? Hava konë e madhja. Shumë mirë.
Ajo ka vdekje e ria, qysh? Jo, vallaj, të resë dhe kështar bënë dhe këllaja. A kalon fëmija jo, a kalon? Kalon dhe djene. Unë, cilët ka tonë ka jetu unë? Laush. Në Laush, a? Sa fëmijë ka lanë hava? I ka asë unën 3 djenë, Po. të në kanë 10 djenë. O, tu më tjetë burë, mirë se të kemë gjetë. O, ju Tu në më gjatë tjetë. jetë. Ani shërësin. Se mirë që si jasë. Ajnë mirë, si mirë falendet. Gjatë jetë që që mirë shërësini, e një mirë. Që të komporti ku? Vëllaj, baba pi para shumë 30 vjetë. Në para 3 vjetë se Qa. 3 vjetë e krejgjo. Qashtë. Unë me qëllim e kom pru që e këni po në i herë që s'kisha me gjomar pas qështu. Se ka dit, asune se kom dit for ku po vim, po që e mirë. Hajde unë. Taku. Ja, uzu. A që kjo është pa mërë mëziva, po? Ky ku ishi? I vlaj kamerit. I vlaj kamerit. Qysh? Halim. Ti a gjallë mi, a? Mirë si jetë. Mirë, falemderit. Që shenë lajnë mirë. Mirë, a gjallë. Qësh? Po, të gjithë jenë. Që s'po kaloni? Pa e një farë dore, një farë të kalomi që shto. Apo më në bo një dore, jo. Po, buhem i Apo dore. mundi me ushti qyshe dhe me Po, ika. mërë, fort jem në qyshim. Do të qenerojmë Po qyshim. që babonjë? Jo e një krejt, Ullë, më strejtë, po poshtë do t'i ullë. Po nam. Ajnë i lodha. Ullë, qashtu Po linë. më i punani, apo më i vynë heqa. Mu dy bo. Më lodhë, normale, krejt edhe mërzia që ashtu bashkë. Po që shini, Mira a i jetë. një mirë krejtë, No. lazit e vete e Ka u krejtë. patën. Bani. Na jem të Prishtinës a gjallë. Ani shumë mirë. Ka tuneve jemi edhe na po Prishtinë jetoj. E të në katon jeti? Po i Lupqit jam, i Lupqit poshtëm. Prej Lapit. Të rohë. Zëshir Grvala, prej Lupqit, Lapit, po në Prishtinë më tjetë. Kjo është ta. Që kjo është? Shkrimtari i njohur i Kosovës që kjo është. Unë e Nusret Plana, prej fshatit Mileft të Prishtinës, që aty një 5 km ndalën të Prishtinës. Ani shumë mirë. Edhe unë jem shoki i Bacit Zeq, Ani mirë. Hasan Gashi, edhe kjo për i Prishtinës, po i ardhën prej fshatit, që është cëmë? Petreshticës, të Drenicës. Shumë mirë. Që shë po të emrin? Halim. Alim, Alim. Ca më shne, në objektiv kam. Shiko. Na jemi ardhë, mi ju vizitu pak, A mos keni në jo rasisht, po jena ardhë pak, Edhe me ndonin. E pindonin. Ja. Mira të rikjetë. E ju dikush, i plokat. A ju bëj dëm me dhezni që jo? Jo, më pse? Valla këta dy shok të mi nuk e pinë me përdhezi ka një A i pëngëm ja po ka i sofe? A jo, ma su ka se po Ja një i kom hiq. qitë, E di pa që qitë. pash më s'për pëngëjt. Ja, s'prish mu, ban. Ta të me ndërprenën, e qelja. Apo, muj me folë, po pa e për cilë të mirë, s'po më duket interesant. Le tjetë. More ma mirë fol hiq. Nësë bjetë me në qëllë për për cilë e hiq. Sukur s'na për cilë për kur gjë. Kem loke, Baca Zeqi ka 4 djemë. 4 djemë. Një e ka në Gurbet, që ti në Gjermani, Po i lisi në Gjermani. në Gjermani, edhe 3 tjetë i ka shpia. Unë e kam një vajzë të vogël që tash i ka bo një vjetë, te ute ka hemi. I ri, po. E qështu. Nuk kom pas fëminja 5 vjetë, hiq që tash e ka folë zotë që të vajzë, falim derë, qyshër bofsh. Po. Hasan Gashi, edhe kuj ka një kalablak fëmi, qyshër djeme qike, plot. Kështu që një shala janë të gjithë. Sholla tonë janë, Po. me prindje me krejtë. Se valha. Mas i rregullohet sa me gjithatë, nuk po ngutemi, mas i rrë dhe gjahalim. Ja këse më goti, vallaj se ku në shpitjove. Jo, në plotësisht lirë jem, falimderit për pritje, Lirë jemi po. për bujarin e zemërgjërsin në juaj. Nëse, edhe i herë shko që të dikun në rojnë, është një që të... Shko kërë mirë rima, qka? Mirë është është. Dritën. Dritën më matë. Cilën dritë në të? Qatë në hjek atje. Pse? Nale, prit pak. Shli po shtetë. Nale, të. Unë për mërzitna, Po fike krejnë njërë. që nuk për mërzitna për vetë. Në me gjatë, po bisedoj. Po.
Në sret t'i mund pak, Oxha, që dhe këto pak. Që doni me vetë një sen, të në... Ani, drita. Fol, Vasizit, që kënë nevoj njështë. Halim emrin, po? Po. Halim, Ha. në imi orë, në bisedu kështu, vllaznisht, kemi qenë edhe në Kastërës atje, në fshatin Kastriot. Veç pak, Vasizit. Se dretarja. Mund me vazhdu pranë. Afro din qatë të rejtë. Kush? Se, Dretarja ma pengon shumë. Dritën. Hajde më. qa. Mës të më rrinë dritë. Qera përse? Edhe të pak. Ma piri në sretit. Hajde, unë të rojë. Mirë. Qa që krytë mës qërë për marrë drita. Falë. Na, Bazizit. të martën e kaluar, gjithësisht, ke para 50 dite, kemi qenë në Kastriot, në fshatin Kastriot Kostërcë. Po, po. E kemi vizitue motrën e hajrijes, motrën shahidit. Se para një muaj dite, ka shkru gazeta se Shahida Ahmeti Dervishaj, Po, po. është motra e Hasan Prishtinës. E ka lexuar. Po, e atje, E keni lexuar shumë mirë. e Bashkë. atje na treguan, motra Shahide, na tregoj se e ka dhe një motër këtu në Marin, që e ka emnin Hajrije. Ajo është meri se une, Po. na patëm qef edhe me këto marrë me bisedu edhe me juve këtu. Ani kush e ka që bërë si një jorë. Më na kallëzue, çka dini edhe ju, a është e vërtet se motra Shahide edhe motra Hajrije, këto dy motra, janë motrat e Hasan Prishtinës. Po. Çka din ti më na fol, më na kallëzue diçka? Fol lirisht. Unë e dhja të halën kur vika e Shahidja. Po, Ka zeke, po një që zdi me shkrua, din. Po, Edhe janë rënë fjallë. sigurisht. E që ke vërglohu jam Hasani u hupike, u ikë u dalë Shqipni. Po këtën. po. E Shqipni e motën ashe, u shku në Turkije, ku të dine u shku, e mo nuk di kur gjë për ta isë. Bile kojtë në e. Qashtë, E rëve që s'po më shtarohet. qashtë. Për atë që të di, e boba më ka kaldu që shtu për ta. Boba jem. Ka kallëzu baba që ka qenë që ky Hasan Prishtina që po shkruajnë librat e gazetat e historia, Po. se ka qenë luftar, Lufto. ka qenë patriot, adhetor për bashkimin e trojeve shqiptare, që ka bo luft Po. Qashtu një se herë me turqit, pastaj edhe me ushtrit sërbe, me këto, që këto vene me qenë të bashkuara, i lijet. po, e të lira. Edhe boba jem ka zeke, theke Hasa Prishtina, veç që nuk po, ja kanë ditë emrin Hasa Prishtina, dhe ke po thurë në ditë që nuk është Hasa Prishtina. Po qyshu thiraj? Ajë theke Hasan Aljuku është, po këta theke ja kanë hukë me emrin. Gjinja nëse e ke kona tash, Në bazë të venit ku ka veprue, se ai ka vepru shumë, edhe në Prishtinë e ja kanë gjitë në bjemën Prishtina, po? Ani, që qashtu. Se Alia ka në babgjysh i Hasanit, po? Gjyshi Hasan të. E baba i Hasanit, Ahmi. Ahmet. Po. Shumë mirë. Bazizit, kështu. E nona ka po zemën zohë. Nuk më vend mirë. Nona Zade, po? Meqit. Shumë mirë. Në sret. Morë dhe Ti vrësën me veç. donë këne, aja ne, se po du mi lidhë. Mani, po, qashtu. Haxha Halim, zil pak ma rejtë. Shumë mirë, qashtu, na knaqim, ma vetë ljomë, veç edhe pak. Në rëni kafe, Qeshi tash në rojnë, o ba. qashtu. Afro, kof. Vazhdoje se shumë është për lidhë. Shumë mirë o lidhë, po lidhë me tonë në shumë. Afro, mama, ha, qashtu. Ju, shka së flasë, na, dhe shko për stinta jute që original me mirë zonët e i këti për televizion. Shkpej, misja, qështë, Unë po ata qef edhe motrën hajrije, se ta shkoj... lanë, Lutëm një herë, Atër të Haxhalim. Haxhen Halim, po bisedojmë, qka din ky më na kallëzua vetë, që i kanë thonë plesht ma të vjetër, Po. se neve në stret. dikush na tha, a mos kanë qenë dy Hasana, një i Selacit, njoni, po thot dikush jo i Veligjve ka qenë ai Hasan Prishtina i Veligjve.
Kurse ne po kem qef me ditë realitetin. Ka qenë i veligjve, a ky Hasan Prishtina që po menojmë na i juvi, i vllau, i lokës shehide dhe i lokës hajrije, apo i dikuj tjetër? Si mas fjallit babës. E si mas fjallit babës tonë tash ti kallzona. Baba e më konë edhe asje i turku të u konë rëbja që tani ka pos u. E di se ke për të ketë për mos e kum po kur dalë për i këtu. Qyshe ka pasën baba ju të gjallin? Sahet e ka pos. Sahet. Sahet kushi? Sahet Halimi. Sahet Mziu. Sahet Halimi, Sahet Mziu. Po. Bacëzeq, jo se më falë, veç pak, jo se lacë, po në fshatin Polac. Polac, ne si që atë të përmirësojnë, fshati Polac. Hasan Ali Uka i fshatit Polac, jo se lacë. Qashtu të kuptohet të përmirësojnë, po. Veç tash, po m'intereson që aty ti na spjegon edhe atë ka folë për të, qysht ka folë për Hasan Prishtinën, për vllaun e këtyne dy motrave, shehides edhe të hajrijes. Atë ka thonë se ai ka qenë njëri i ditur, njëri me shkollë, ajo. Tregon atë çka di. Edhe mos e ke nuk e kanë ditë ka u shumë. Hajt masanej, unë e thike që jem konë rëbjac. Kërë orë një komision i Turkijës. Komision, por e kanë pruçat Hasani. Në Bukuresht të Romonis, i shkonë në Hysej Turkijës. Po. Ka qenë deputet në parlamentin turk, se ka qenë i shkollur, ka pas fakultetin e drejtësisë kryes. Kuna një që thani e të folë qyfa e një që po kohë. Hasani. Qa po kohë, tha që s'ka, tha që ju konë vlozën. Unë sa jem shqiptarë. Jem konë Shqipni, jem do në Turkije, kom bo shkollën, kom bo atë, dhe mund se kemi bashku komën shqiptarë. Pas po kom qysh, qa që pjalli këna pasë në bjashë, kërë në konë na, aji orë në ofisirët Turkijës. Edhe një ofisirët Gjerman tha u konë. Nuk ka arre kur bobën kur kanë të të. Edhe qa që tha, kom po mos ku mujtë. Sa i fakultetin e drejtësisë në Stamboll e ka kryu Hasan Prishtina. E tash... Po njeri ju më i shkolluar në atë kohë. Ky është din vetë më na kallzu, ato e tjera të historisë. Po thashtë t'ja lidhi, aty pak kontinuitetin. Edhe ma i se unë e gjithë. Po, mirë, Ljoki. Kjo edhe ma i se unë është. Mirë, e Po ti... pej babës po ma në menë. Po, e ti Ljoki e me, qka din ti, qa ke një prej djemve, prej plegjve, prej tjerve, a është Hasan Prishtina vllau i motrës shehide dhe i motrës hajrije? Qashtu kanë thonë. Qashtu kanë thonë? Qashtu kanë thonë tonë. Më falë Ljoki, emnin të harrova, qështë e ki? Nazife. Nazife kushi? Nazife Mziu. Zanel Mziut. Nazife Halimi i e thirë për para, po? Ja. Vesh Nazife Mziu, apo? Nazife Zanel Mziut. E Zanel Mziu. Shumë mirë, e falimder. E fshatit Laush të Drenicës. E shumë mirë. Në më hanë ti e shumë me re se motra hajri. Po, qyshja. E shumë mirë. E tash, motra hajri e ti tash na flet, na kallëzën diçka, kujtime, qka ka full motra me madhe shehidja kur ka qenë me re, qka kanë full ata akrabaja jote, farfishë jëtë, njerës ma të vjetër për Hasanin, diçka në më në kallëzue, qka din ti, diçka qysh kanë thonë ata për to? Oj, valove, Ljoki, tash unë edhe jënë qere ditë jënë. Për qese ke 70 vjetë, i hu. Ne, se qka të bish me full? Hasanin e mojnë menu në ketë, qysh kanë kallëzue për sa që shokon. Vallaj të këte i Musafet që i ka posë tanë na, i këna posë një që ka lufta që tash nane. Që i këna posë kaluar, në direkt Në që përshkis. Në Polac, a? Palac. Në Palac. I keni posë librat e Hasanit aty? Kreti këna posë tek teti. Që orë lufta. Teki që i kanë kollë katune, i kanë kollë shpijat, a? Tek teti. A i kanë kollë edhe librat i kanë kollë? Jo, librat i ka morën Kush i ka mora, më jeti? Mulla Abdullahi. Mulla Abdullahi, ja? Mulla Abdullahi ka morën. A unë gjalla i njëri ajo, ka vdek? U deka? I cilë katun ka qenë Mulla Abdullahi? I Polacit atë. Shumë mirë, arë nëfë shumë bukur, për nga ka më zëmë të njëri. A libra kër i kanë djekë që nga gërtë, u kanë rarë jugë. Po, ushtria Crnagor, va? Jo,
Jo, Sirina. Ja, mi mori Ata ka cubat, qa kanë qenë ata cërnagor? Ata cërnagorë që shkuj kanë kohë. Veç me i pejtut më në marrë. Mohjek për këtu. Mohjek për këtu. Edhe që ata i tek që i ka orë dhe vahë gja. E ato i ka morë Abdullah Hoxha me zbatezve që shpina Aliukve gjithë Shërbija ka posë. E shpia e Aliukve. Po, E Aliukës është shpia e Hasan po Prishtinës. shpia Hasan Prishtinës. E gjithë cërnagorët e Shërbija, pare, dyta, teta, gjithë i kanë posë sytën ta, qësh me mujtë me hjeku. Në shaj, Hasan Prishtina o thirë Hasan Aliuka. Po, e që shtu, për që ata tash, edhe sot janë ata që është mësy. Si ku që në konë kohë Serbijës për pashme, edhe tashme, gjithë aja në konë sy, qësh me mujtë mi zhugat vend që mos më morë vesh. me zhduk krejt atë Po, farë. atë familje që mos me ditën kush që u konë zonë për i ty. E familja e Veligjve që po thonë, a ka pas në një Hasan që ashtu që ka qenë trime, ka qenë luftar për atë dhe, se në dini ju? Vallaj nuk kanë. Nuk e dini, ja? Se me pas një kisha thonë. Pse jo, duhet me folë realitet. Po, Motra hajrija. A e manë men në migjë tonin, emnin e në migjës tonë. Qysh i kanë pasën? Ka pas Feriz, Feriz, një e ka pasën Avdel, Avdul, mirë. Ahmeti, tre vladin. Aha. Po Ahmeti, Ferizi dhe Avdyli. Po, Ahmeti o konë maj madhe, po? ja maj dhulli. Maj vogli. Maj dhulli. Cili o konë maj madhe? Ferizi. Feriz. Ferizi. Edhe Avdyli i dyti, Po, Ahmeti maj vogli. po, Cili o dek i pari? Ferizi. Ferizi i pari o dek, a? A o mytë në luft, a o dek pe i gjelit? Ja, pe e gjelit. Pe e gjelit. E flaku konë në një kusur vjetë. E Ahmetin kohë Shqipnis o vra, a? E Avdyli, Edhe Avdeli për pora. edhe Avdyli për para o vra. Ora, e një mitë, një vëllat jujin, a dikush a dy pikatuni, a qysh ka ndodhë, ka vdek, kështu ka mytë dikush, a qysh ka ndodhë? Po, Qysh e ka pas e mënej? Brahim. Brahimin loke. Ibrahimin lovën tërë. Kush e ka mytë? E ka në lytër, Me i kryshi dikush. ka i shite në lytër. Qka me kaluara janë ato? A Na konë, jemi pajtu edhe tëna gjatë që tash veç mu bo shqiptarët një, e me punu për atë dhe, për liri, duhet me harru ato. a konë i martu Brahimi loke? Jo, Jo, a djali ri ku a konë? ushtar, veç sa artë i ushtar. Vesar për ushtria. E Hyseni a konë i martu? Hyseni e martu. Po, a ka lanë fëmi Hyseni? Një djole. Një djala, Po, kur i ka dek? i ka gjallë dikoa. Në botën e jashtme që kalëzur që është jashtë. Aha, jo, në botën e jashme është djali i Zenelit. E tash, Jo edhe dikush për ty. jo, ka dalë me shpak. E jashtë aty punu djali Hyseni dikuna? Jo, më nëse di ma vdeka, po se ka në po që i 10 vjetë. Në Gjermani. 20 vjetë. A që 20 vjetë se Qaj ka... bre, ajo është që thëshin, që ajo është Gjermani, diku që dim që Qaj, thëshin. qaj. Mirë bacizesh, po në Gjermani është dhe djali E Zenelit. tjetër ajo të punu tash, a ishtë i ri. Po da, e ri, O këtë tjetërin e Po ata. dhe veç më sti përzi. Edhe atje ne atan për që Po, rast. po, po. Ai, Edhe atje, po që ta përdu me deshifru pak ma mirë. hashimin e atan. Po. Ja ka dhe edhe për kita, ta nuk dijet për to heq ta. Qashtë. Jo, Se s'ke 20 vjetë ta nuk dijet, ta ka bu shpija atje u martu edhe. A vdeka, Po, zjo. nuk i vëzim gjo, përsa. E mirë që thonë për Zenullah Begun në vështë 3. Migja, a kusheria, që ka pos Hasan Prishtina, ka pos dhe qëta?